Ministria e Drejtësisë kërkoi ekstradimin e tij. Arben Ahmetaj reagon nga Aratia. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka reaguar pas lajmit se Ministria e Drejtësisë i ka bërë kërkesë Zvicrës për ekstradimin e tij. Pas 2 vitesh në Arati, në një postim në Facebook, Ahmetaj e cilëson të rem këtë njoftim duke hedhur akuza se po bëhet zhurmë me qëllim, sipas tij, për të hequr vëmendjen nga mega skandalet e fundit. Ja dhe postimi i plot i Arben Ahmetajt, një qëndrim për sa i përket lajmit të rem që Ministria e Drejtësisë pas ka dorëzuar një kërkesë të re për ekstradim. Dua të sqaroj se kërkesa për ekstradim ka mbi 2 vjet që është bërë me urgjencë në 18 gusht vitit 2023. Ligji e përcakton që bëhet vetëm një kërkesë, edhe sikur të kishte do të ishte në vazhdën e tymnajës. Pseudo transferta ka mbi 1 vit që jetohet dhe prokurori e di mirë që nuk ka asnjë transfert midis me dhe kujdo tjetër, aq më tepër biznesmenve apo biznesit në fjalë. Le të ngelet si sfidë, shumë shpejt përkthehet letër porosia. Pse bëhet zhurmë e iniciuar me qëllim nga regjimi, e thjesht fare të hiqet vëmendja nga mega skandalet e fundit dhe nga bashkëpunimi me krimin e organizuar dhe kartelet e drogës. Më shumë detaje në vijim.